Unë quhem Krishnik Eqimaj dhe jam nga Mallakastra. Prej disa vitesh në fakt kam qenë emigrant në shtetin fqinj italian. Për një arsye familjare, përpara disa vitesh më dashur të them këtu në vendin tim. Në fakt, ajo Shqipëri që unë lash përpara disa viteve, me atë çfarë gjeta, ishte një ndryshim drastik sikur dita me natë. Për këtë, unë falenderoj qeverisë shqiptare e cila me ndërmarrjen e një sër reformash na ka bërë një shqiptar kudo që ndodhemi në përbot më krenar për vendin tonë. Pasi Shqipëria sot është një vend më i bukur, është një vend më i jetueshëm, i frymëzuar nga ajo punë çfarë bëj atje në vendin fqinj, rikthehemi ato energji për të dhënë kontributet e mia tashmë këtu në vendin tim. Të zonën tonë ka bekuar Zoti me pasuri të mëdha nën toksore por edhe mbi toksore, siç janë ullishtat, vreshtarit apo siç janë arroret e ndryshme. Kështu që unë ftoj çdo bashkëkombës të mirë. Nëse ka disa vite pa u rikthyer këtu në Shqipëri, të rikthehet dhe nëse i ka krijuar disa mundësi pune, disa mundësi të ardhurash atje në vendin ku ka punuar si emigrant, tashmë në Shqipëri është koha ku mund të investohet. Tashmë në Shqipëri është koha ku mund të ngrihem një sër sipërmendesh, duke filluar që nga sipërmarrjet bujqësore, që nga sipërmarrjet turistike. I bëj thirrje çdo emigranti kudo ku ndodhet nëpër botë. Le të jetë kjo histori ime një histori frymëzimi. Pasi një profesori im në fakt dikur thoshte, Italia mornik është e italianëve, Greqia e grekëve, Amerika amerikanëve, Shqipëria është e shqiptarëve. Kontriboni në vendin tuaj. Riktheuni në vendin. Ke qenë babi. Do ikim prapë në Itali apo do rrim në Shqipëri? Po, vendi jonë në Shqipëri. Gëzoj babi.